Roland, të përshëndet, cili mendohet se ka qenë shkaku i këtij aksidenti të sotëm? Përshëndetje. Rreth orës 15:30 minuta në aksin rrugor Korç, Kapshtic, pikërisht në vendin e quajtur Belorta, 2 mjete janë përplasur me njëra tjetrën. Mendohet se shkaku i këtij aksidenti ka qenë parakalimi i gabuar i automjetit tip Hyundai, ku përpasoi ka ndëruar jetë 35 vjeçari që drejtonte mjetin tjetër Volkswagen Polo nga fshati Tërov po e Korçës. Gjithashtu, si ky aksident ka pasur edhe një lloj bilanci tragjik pasi kanë mbetur të plagosur edhe të 5 personat që udhtonin me automjetin tip Hyundai, të cilët të vazhdojnë të trajtohen në spitalin e Korçës. Pra, siç e thash, nga hetimet paraprake në vendin e ngjarjes mendohet se parakalimi i gabuar i automjetit tip Hyundai që kanë bërë që mjetet përplasen kohë në kohë ka qenë dhe shkaku i aksidentit. Po kështu, me që aty është edhe zonë e banuar, ka dhe shpejtësi të kufizuar, asnjë nga mjetet nuk e ka zbatuar rregullat e qarkullimit rrugor. Pra, shkaku i aksidentit përveç parakalimit gabuar mendohet të jetë edhe shpejtësia e këtij normave të lejuara. Në këtë akt rrugor ka ndodhur shpesh aksidente pikërisht për mosbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor, ku një ndër kryesorët mbetet parakalimi i gabuar. Roland, si paraqitet gjendja e 5 personave të plagosur? 5 persona të plagosur me njerë pas aksidentit u dërguan në spitalin e Korçës, vetëm një prej të plagosurve vazhdon të qëndrojnë në reanimacion, ndërsa 4 personat e tjerë kanë pësuar trauma të ndryshme ku po trajtohen në repartin e traumave këtu në qytetin e Korçës. Ndërkohë, policia bën me dije se po kryen dhe të gjitha veprimet e tjera hetimore, ku nga hetimet paraprake dhe nga dinamika që ka ndodhur aksidenti, mendohet se shkaku i aksidentit është 24 vjeçari dhe ndaj tij është bërë edhe ndalimi në kushtet e spitalit. Të falenderoj, Roland Beqiraj.